ecje që zgjat vetëm pak minuta, por që përshkon dekada historie, ndarjeje dhe shprese. Të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, përshëndetje. Jemi në qytetin e bukur të Mitrovicës, po dalim pak ka ana veriore të shohim si është jeta këtu dhe si kalojnë jetën qytetarët këtu. Me hapa të sigurt, ecja vazhdon drejt veriut, aty ku heshtja e ditës shpesh thyet vetëm nga zhurma e përditshmërisë së qytetarëve, të cilët thjesht kërkojnë një jetë normale. Atëherë jena bashkë me zonjën Nura Neziri e po flasim pak rreth jetës në këtë anën veriore të qytetit të Mitrovicës. Zonja Nura, përshëndetje. Përshëndetje. Shumë qytetarë të anën banë Kosovës që nuk e kanë pas mundësinë me vizitu qytetin e Mitrovicës nga ana veriore, kanë shumë dëshirë me ditë sa janë të lirë njerëzit këtu, ç'është është jeta këtu, e meqense jeni banore këtij vendi, besoj që mundi m'ia tregoni si një qytetare e zakonshme ç'është është jeta në qytetin e Mitrovicës nga ana veriore. Qytesh për qytesh shumë mirë jena, s'ka probleme, kur gjë shumë mirë jena. Po ma herët, a ka qenë një saj apo ka ndryshu tani? Qysh jo, përpara u konë shumë u konë puna keqet, u tut shumë tona ontë, veç tash si u s'ka mo. Prej shtatore se Isa Boletinit ko nesëm, jemi në drejtim të rrugës tani që vështëmru Isa Boletini, po e shohim këtë pjesë si funksionon jeta, që funksionojnë njerëzit këto, tash është edhe koha gurbeçarve, ka plot turista që vinë, edhe le ta shohim njerëzit që këto është jeta e qetë, është jeta e mirë, mujnë me vizitu lirshëm, me ardhë, me pi kafe, me taku njerëz, me taku meqe dhe janë gjithë lirë, është një pjesë e Kosovës që thjesht mujna me funksionu lirshëm. Përtej narrativave politike, jeta në Mitrovicën e veriut rrjedh pikërisht përmes këtyre rrugëve. Nga jugu në veri, njerëzit kërkojnë të njëjtën gjë, siguri, qetësi dhe një të ardhme normale. Si thamë edhe më herët, jemi nisur nga shtatorja Isa Boletini dhe tani jemi tek rruga e cila ka emrin Isa Boletini, ku edhe gjendet emri në tabelën mbrapa meje.